Përsipër aventura që të lejojmë këstet dhe pastaj të gjeni përballë kompanisë që e kanë hapur gropën dhe ngrenduar lart dhe thonë nuk paguajmë dot se kështu është një muhabet. Ne nuk marrim dot përsipër këtë risk. Gjithsesi është diçka që po diskutojmë, por për momentin nuk kemi një ndryshim imediat, domethënë të gjës. Po unë them mos shkojmë te garancia, sepse pastaj po vu garancia do kërkohet, do thuhet që po ku ti gjejmë në lek të garancisë. Kështu që është diçka komplekse. Ajo që ndërtuesit duhet kuptojnë është që ky vend ju ka dhënë shumë më tepër se sa çfarë ata po japin mbrapsh në aspektin e cilësisë. Edhe këto ndërtime që bëhen do të jenë aty për dhjetra vite. S'po them qindra se nuk di ç'do ndodhi mbas 200 vjetësh, po do të jenë aty për një kohë shumë gjatë. Dhe nuk mund do të tolerohet që ndërkohë që ne miratojmë projekte që janë të cilësisë parë kur i shef, atje në terren shpesh nuk ngjajnë fare. Nuk mund tolerohet që siç ndodhi paracakohesh me një zonjë që kishte bler apartamentin me balkon dhe kur vajti i kishte ik balkoni. Edhe ja kishin hapur me derë në rrugë, në katë parë. Ishte vënë derën ai, se nuk i kishte dalë mirë llogaria. Tani këto gjëra janë kriminale. Janë kriminale. Ashtu si kundër është kriminale që njerëzit paguajnë për të marrë një shtëpi dhe pastaj mos marrin dot hipotekën sepse ndërtuesi luan me lejen edhe e nxjerr. Megjithatë, besoj që tani gjërat do të ndryshojnë edhe për shkak se ne tani kemi vendosur me ligj listën e zezë. Kështu që kush hyn në listë zezë nuk do mund dot të marrë më leje për nuk e di sa vite. Dhe në listë dhe kriteret do të jenë shumë rigoroze për të garantuar që njerëzit që paguajnë marrin atë për cilën paguajnë, jo diçka tjetër. Kjo është gjë që ne duam garantojmë dhe që projekti mbetet aty si një shenjë e bukur për atë vend ku ndërtohet. Jo si një gung që tregohet me gishtë gjithë jetën mëse. Urdhëro? Ajo lista e bardhë është çështje se si e shohim se ajo mund të nxihet me një herë, kështu që kam 20 vjet e kursur që merrem me racën tuaj, kështu që e di mirë se çfarë lloj mënyre keni që funksiononi, kështu që ajo lista e bardhë është e bardhë për sa kohë është e zezë. Kështu që dëgjoj, të lutem, unë besoj që asnjë shqiptar që blen dhe investon, e thash, kursimet e jetës ose merr një kredi që do duhet gjithë jeta për ta shlyer, nuk ju ka juve borxh të lëvizni 1 milimetër nga gjëja që juve pretendoni që po i shisni. Ja u tregoni projektet kur ata fillojnë paguajnë, edhe kur i shef që janë dhe projektet që ne miratojmë, kur i shef thua sa bukur. Nuk meriton askush që të surprizohet, dhe nuk është 1-2, se të ishte 1-2, do isha dakord me ty, që janë 1-2 edhe tani mos ta nxim, nuk po nxim gjëne. Juve duhet të ngrini nivelin i dashur. Duhet ngrini nivelin edhe mos se kërkoni tek pasqyra fajin. Fajin kërkoni te fytyra.
është shumë e thjeshtë kjo. Nuk ka absolutisht askush, asnjë borxh që ndërtuesit të mos i qëndrojnë korrekt ligjit, të mos i qëndrojnë korrekt atyre që i paguajnë, të mos i qëndrojnë korrekt shoqërisë edhe të ardhmes. Nuk është një kafe që po jep një kafe dhe nuk ka cilësinë e mirë. Është një gjë që ti e vendos atje në mes të mexhelisit dhe mbetet aty për 100 vjet. Si mund të jetë kjo që të ri aty një gjë e shëmtuar, kur në fakt ty s'të çdon e drejta të ndërtosh një gjë të shëmtuar, të çdon e drejta të ndërtosh një gjë të bukur, siç thot projekti. Si mund të ri atje mes mexhelisit? Ç'a taksirati kanë kalamajt që të shohin një shëmtirë atje dhe të deformohen nga mënyra si shohin botën, sepse këto janë të gjitha impakte që ka arkitektura dhe që ka ndërtimi. Më fal, keni parë ju vendet bukura që janë të varfra ka. Keni parë ju në një vend të shëmtuar që është i pasur? Nuk ka, nuk keni për ta gjetë dot. Shkoni kërkojeni në të gjithë globin një vend të shëmtuar që është i pasur, nuk keni për ta gjetë. Vendet bukura që mund të jenë të varfra për 1001 arsye ka. Dhe këtë punë ndan arkitektura, që t'jemi të qartë. E ndan vendi ku njerëzit jetojnë së bashku. Është shëmtuar Shqipëria në shumë pjesë të saj, që nga ato katrahurat që janë bërë atje në Golem, Den Babaden, e të tjera, tek ndërtime tani, përsa në atakon, ne po bëjmë maksimumin që të ngrem nivelin pikërisht për këtë. Pikërisht për këtë arsye. Tani vjen merr një leje për të bërë një godinë spektakolare dhe bën atje një kafaz plumash. Po ku lejohet kjo? Ku lejohet kjo? Si mund lejohet kjo? Kështu që nuk jam unë problemi. As nuk kemi ne problemi, mbase si as ti problemi, se nuk e di se çfarë ndërtime është bën. Po mos ta vazhdojmë të bisedë që mos kërkoj të shoh ndërtimet e tua, pastaj edhe të them që ore, si fletje. Po dakord je? Po mirë, i shohim, po mos del pastaj me kështu gjysmagjel. Po dëgjoj mua. Po të them vajti gruaja e botës bleu apartament me balkon edhe kur vajti atje s'kishte balkon, ishte për derë. Edhe dilte në rrugë nga dera, do më futej nga rruga në shtëpi. Edhe ai hajvani atje thoshte, po jo se është zonë kodrinore. E kuptove? Në zonë kodrinore lejen e ke marrë ti bësh balkon. Mos na hap të muhabet tani, se nuk e paqe me ndërtuesit nuk ka. Paqe fiskale me gjithë, po. Paqe për standardet me ndërtuesit nuk ka. Po. Më keni mbrapa këmbës. Mua edhe gjithë qa janë që varë nga unë. Pastaj keni ca bashki që mund të bëni lodra sa të doni, vazhdoni bëjni, po u kapët, si u ka fajnë njëri. Që... Dakord? U morën vesh. Jo plotësisht, pjesërisht, po të ajo pjesërisht ja fute mirë në mendje. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Nuk ka për të pas. Pikërisht se është sektori kryesor. Edhe duhet performoj me maksimumin e përgjegjshmërisë për çfarë mbështetje doni ju? Çfarë mbështetje juve dëgjoj. E para punës njerë, dëgjotesh. E para punës njerë që se e kapa nga ana e klientit. Tani po e kap nga ana e punëtorëve. E para punës njerë